Faleminderit i nderuar kryetar. E kërkova fjalën gjithashtu t'i shtohem pra lutjes së zonjës Donika Gërvalla Shfarc në raport me apelin pra për deputetët e Kuvendit Republikës dhe rëndësinë pra që sot këto pika të renditditës të kësaj seance, pra që buxheti për ETK-n, buxheti për 3 komunat për vitin aktual, pra për vitin 2025, për Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, marrëveshjet ndërkombëtare, por edhe buxheti për vitin e ardhshëm 2026 të miratohen. Sepse këto janë buxhete dhe financime për qytetarët e Republikës Kosovës, për të gjithë. Pra mund të kenë etiketën të qeverisë apo të ndonjë komune specifike, por megjithatë përfituesit fundor janë qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj më lejoni që shkurtimisht vetëm të kaloj në për disa prej dëmeve apo pasojave që do të shkaktohen nëse sot, pra nuk miratohen këto pika të rendit të ditës. Sa i përket buxhetit për ETK-n, siç edhe është sqaruar tashmë, nevojitet funksionalizimi i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere. Nuk ka asnjë pengesë përpos asaj politike, pra s'ka asnjë pengesë ligjore apo kushtetuese apo me rregulloren e punës së Kuvendit që Komisioni për Buxhet të funksionalizohet dhe të miratohet alokimi i buxhetit të RTK-s për deri në fund të vitit. Nëse kjo nuk ndodh sot, problemi do të stërkeqësohet edhe më tepër, sepse edhe nëse shkojmë pa buxhet në vitin e ardhshëm, pra përderisa për pjesën tjetër të administratës publike vlen ligji për financat publike që mjafton, pra ose mund të ndahet 1/12 për 2 muajt e parë, pra për janar dhe për shkurt, tek RTK-ja as kjo nuk mund të bëhet. Pra as në janar, as në shkurt nuk mund të ndahet 1/12 për RTK-n, sepse nuk do të ketë komision për buxhet funksional. Dhe në mungesë të një komisioni për buxhet funksional dhe në mungesë të miratimit të buxhetit të RTK-s për atë komision, rrezikohet që RTK-ja pra të mos ketë financim deri në fillim të marsit, së paku. Kjo do të ishte katastrofale për institucionin e RTK-s, për transmetuesin publik. Pra nëse tash aktualisht ata janë pa paga, me mos miratimin apo mos funksionalizimin e Komisionit për Buxhet dhe mos miratimin e buxhetit për RTK, rrezikohet që RTK-ja të mbetet pa buxhet deri në muajin mars, kur edhe në rastin më të mirë pra do të mund të kishte buxhet të miratuar dhe Komision për Buxhet funksional. Pra është pasojë e jashtëzakonshme dhe shkatërruese, me efekt shkatërrues nëse sot pra nuk votohet Komisioni për Buxhet dhe nuk miratohet buxheti i RTK-s. Pika tjetër është buxheti për 3 komunat për vitin aktual. Pra kjo s'ka të bëjë me vitin 2026. Jemi duke folur për Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok për buxhetin e vitit 2025. Janë me miliona euro fatura dhe detyrime të grumbulluara të këtyre 3 komunave që kanë lënë qoftë operator ekonomik, qoftë ndërmarrjet publike pa paga, dhe të cilat nëse nuk miratohet pra buxheti i vitit 2025, pra për si vjetë, dhe nuk lejohet që këto mjetet të shpenzohen, atëherë këto obligime do të barten në vitin e ardhshëm fiskal. Dhe edhe nëse miratohet pastaj viti i ardhshëm, buxheti i vitit të ardhshëm, këto obligime do të merren me përmbarues edhe do të shkaktojnë një cikël tjetër problemesh tek këto komuna. Prandaj është e domosdoshme që buxheti i këtyre 3 komunave të miratohet sot për vitin 2025 është fjala, pra edhe njerë, s'ka të bëj kjo asgjë me ligjin e buxhetit për vitin 2026. Dhe nuk e kuptoj, sepse nuk ka asnjë pengesë, nuk ka asnjë arsye për të pasur brenga apo shqetësime, nëse e paskan shqetësimin pra për buxhetin e vitit 2026, e që edhe për atë nuk qëndron, por që le ta marrim që paskan shqetësime opozita për buxhetin e vitit 2026, buxheti i këtyre 3 komunave nuk është buxhet i qeverisë. Është buxhet që është miratuar nga 3 kuvendet komunale, nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, i Gjilanit dhe i Zubin Potokut. Fatkeqësia është që janë miratuar me vonesë pas afateve ligjore dhe tash duhet miratim i veçantë në kuvend në mënyrë që këto buxhete të hyjnë në fuqi. Pra edhe një herë, lus deputetët e opozitës të PDK-s, LDK-s e AK-s që të reflektojnë dhe të kthehen në seancë dhe të miratojnë buxhetet për këto 3 komuna. Çështja tjetër janë edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Nëse nuk miratohen marrëveshjet ndërkombëtare sot,
siç u theksua edhe nga parafolësit, pra rrezikojmë që të humbim mbi 200 milion euro pa kthyeshëm. Janë 88 milion euro nga plani i rritjes së BE-s të cilat humben, pra 10% e shumës së tërësishme, dhe janë edhe marrëveshjet ndërkombëtare me bankën botërore, të cilat po ashtu nëse nuk i miratojmë me kohë dhe deri në fund të vitit, edhe ato mjetet do të humben, sepse ka shumë shtete tjera që presin dhe me kënaqësi i pranojnë mjetet të cilat Kosova, fatkeqësisht, pra kuvendi, nuk po i miraton dhe me fjalë tjera i bie se po i refuzon. Prandaj është tepër e rëndësishme që edhe këto marrëveshje të miratohen sot në mënyrë që të shpëtohen dhe të mos humben 200 milion euro të marrëveshjeve ndërkombëtare. Dhe pika tjetër, apo e fundit, është edhe buxheti për vitin 2026. U sqarua, tashmë po besoj, por më lejoni ta ripërsëris edhe një herë, që edhe me ligjin për qeverinë, neni 31 i ligjit, dhe konkretisht paragrafi 2, në kombinim me paragrafin 5 të ligjit, e mundëson që edhe qeveria në detyrë të dorëzoj para kuvendit ligjin për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm fiskal. Por për më tepër, kjo çështje është e rregulluar edhe me kushtetutë. Pra kushtetuta në mënyrë specifike e thekson që ligji i buxhetit është i vetmi ligj të cilin vetëm qeveria ka drejt me dorëzuar në kuvend. Asnjë instancë tjetër. Pra përderisa ligjet tjera të rregullta mundet me dorëzuar edhe presidentja, mundet nismë ligjore nga deputetët, është vetëm një ligj për cilën kushtetuta të drejtën ekskluzive ia ka rezervuar qeverisë, pavarësisht statusit të qeverisë, a është qeveri fuqiplot, qeveri në detyrë apo qeveri ndërheqje. Prandaj nuk ka asnjë dilemë sa i përket edhe buxhetit për vitin 2026. E vërtet që ligji për financat publike parasheh zgjatjen për 2 muajt e parë të vitit në rast se ka zgjedhje pra deri në fund të vitit fiskal. Megjithatë, kjo zgjatje, megjithse do të ishte një zgjidhje emergjente, nuk na siguron, pra fillimisht nuk mund të paguhen as pagat, e as pensionet, e as të gjitha përfitimet tjera, siç janë duke u paguar aktualisht. Sepse siç e dini, pagat e sektorit publik kanë pasur rritje në korrik të këtij viti. Dhe nëse aplikohet paga e janarit, apo çeku i pagave të janarit, atëherë duhet të kthehemi në pagën e janarit 2025. Pra që nënkupton pagat e sektorit publik do të ishin 55 euro më të ulta. Ngjashëm vlen edhe për shtesat dhe për pensionet. Pra megjithse mund të jetë një zgjidhje emergjente, megjithatë është e paplot dhe do të shkaktonte pasoja tek të gjithë ata qytetarë që përfitojnë nga ky buxhet. Pra kjo s'ka të bëjë me qeverinë. Ka të bëjë me qindra e mira qytetarë të cilët varen nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe është e domosdoshme që të miratohet ky buxhet. Pra këto janë pasojat për ETK-n, për 3 komunat, për buxhetin e si vjetëm, për marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe për buxhetin e vitit të ardhshëm, në rast se sot në këtë seancë pra nuk miratohen këto pika të rendit të ditës. Unë dyshoj që deputetët e opozitës me vedije do donin të shkaktonin këto pasoja për qytetarët e Republikës Kosovës. Unë nuk du të besoj që deputetët duan të lënë RTK-n, punëtorët e RTK-s pa financime, pa paga deri në mars të vitit të ardhshëm. Unë nuk besoj që deputetët e këtij kuvendi, pra të opozitës, dëshirojnë që ti humbin pa kthyeshëm 200 milion euro të marrëveshjeve ndërkombëtare. Unë refuzoj të besoj që deputetët e këtij kuvendi, pra të opozitës, nuk duan që 3 komunat, të cilat e kanë miratuar buxhetin e tyre në kuvende komunale me vonesë, nuk duhet ta kenë buxhetin. Pra unë dyshoj të besoj dhe nuk dua të besoj që këta deputet të partive opozitare kanë dëshirë që shkaktojnë dëme te këto komuna. Du të besoj të kundërtën. Dhe nuk du të besoj që partitë opozitare pra po duan që me mos miratim të buxhetit të shkaktojnë kriza apo të fabrikojnë krizat të tjera, qoftë buxhetore apo financiare dhe përpasoj edhe kriza sociale. Prandaj, duke mos dashur të besoj se kanë këtë qëllim të keq, duke dashur të besoj që kanë qëllime të mira dhe i qëndrojnë besnik betimit të deputetit që kanë dhënë, i ftoj edhe një herë. Pra për shfrytëzoj rastin që t'ju bëj apel të gjithë deputetëve të opozitës, sepse e di që shumica e tyre tashmë janë në kuvend, pra janë në zyret e grupeve parlamentare përkatëse, krejt çfarë duhet është të vinë në këtë sallë dhe të dakordohemi që këto pika të rendit të ditës të miratohen në mënyrë që të mos rrezikojmë
të ardhurat e qindra mira qytetarëve, të mos rrezikojmë qindra miliona euro të na humbin dhe pastaj mund të vazhdojmë tutje edhe me seancën e radhës, nëse votohet qeveria mirë, nëse nuk votohet. E përmendën këtu edhe deputeti Gruda tha do të bëjmë fushat, mund të bëjmë edhe fushat, po le ta lëmë fushatën për gjatë kohës që është e parapar me ligjin për zgjedhje. Këtu le të përkujdesemi të qëndrojmë besnik betimit të dhënë dhe tu jemi në shërbim të gjithë qytetarëve. Faleminderit shumë.